Prej muajsh po flasin për zaptim të hapësirës publike dhe faktin se ky e fundi duhet të lirohet për t'i hapur udhë këmbësorve dhe për t'i dhënë frymarrje lagjeve të qytetit. Gjithashtu, flitet me të madhe edhe për pastrimin e territorit nga mbeturinat dhe mbetjet e shumta inerte që janë hedhur ndër muaj në vende të ndryshme. Por me sa duket, në zonën e ish frigoriferit, të dyja këto risi në menaxhimin e qytetit dhe reforma të thella nuk janë zbatuar dhe nuk ka asnjë përpjekje për të vendosur në vijimsi në zbatim. Siç dallohet edhe nga pamjet, në zonën e ish frigoriferit, akrepat e orës janë dalur, ku me 10 familje të këtij bloku banimi jetojnë në kushte mesjetare. Familjet që jetojnë në pallatet në zonën e ish frigoriferit janë banorë të rinj, të cilët kanë blerë shtëpit nga programet lehtësuese të Bashkisë së Vlorës me kredi me këste të ulta mujore, që nuk mund t'i gëzojnë këto të fundit vetëm për shkak të gjendjes që është zona sot. Një segment rrugor, jo më tepër se 500 metër i gjatë, i të imbushur nga gropat e shumta, kthyer në gangren për banorët dhe drejtuesit e automjeteve në veçanti. Madje nuk mund të cilësohet as rrugë, pasi banorët, automjetet, hipin çdo ditë mbi strukturën gërmadh të betonit të ish frigoriferit, një bunker ky i pushtuar nga ujërat e zeza prej vitesh që rrezikon të shembet nga momenti në moment. Ndërkohë, territori përballë godinave 8-katëshe në zonën e ish frigoriferit vijon të jetë i të imbushur edhe me mbeturina të shumta, mbetje të ndryshme edhe inerte që qëndrojnë prej muajsh aty dhe askush nuk e merr mundimin për t'i pastruar, inerte dhe deri te goma të kamionëve që po e kthejnë këtë vend në një pikë të re të grumbullimit të mbetjeve në qytet, pasi çdo mbetje e hedhur aty pasohet nga një tjetër duke zaptuar gjithë territorin ku duhet të kalojnë këmbësorët. Një murtulle ka zaptuar ndërkohë rrugën hyrëse të bllokut të banimit, i parashikuar prej muajsh për të qenë hyrja e këtij bloku banimi edhe në projektin e rehabilitimit të zonës së ish frigoriferit. Ky mur bllokon banorët, të cilët detyrohen të përshkojnë distanca 3 fish më të gjata vetëm për të dalë në Transballkanike, qoftë edhe për të shkuar për të blerë një bukë, do të duhet që të marrësh automjetin për shkak të bllokimit të rrugës dhe distancës tepër të lartë në të cilën duhet të ecësh. Pak ditë më parë, banorët kanë dërguar sërish për të tretën herë një peticion në Bashkinë e Vlorës me kërkesa dhe të firmosur prej këtyre të fundit. Kërkesa këto që kanë të bëjnë me rehabilitimin e rrugës, pastrimin e territorit, hapje të rrugës hyrëse dhe sistemim të rrjetit të kanalizimeve. Theksohet këtu edhe fakti se shumë shpejt në këtë lagje me infrastrukturë mesjetare pritet që të vinë dhe të jetojnë 75 familje të reja, të cilat do të marrin shtëpi në 2 godinat e banimit 8-katëshe, të cilat po shkojnë drejt përfundimit së ndërtuari.